Atëherë një nën tjetër. Jo, të lutem, jo të të mërshme, jo, si kjo. Nuk është të mërshme, mirë, okej. Dikmoni dhe nëna të tjera, që mos të bjeni në kafaze të tyra. Jep Irini. Atëherë, një nën ishte me barë. Po. 7 muajshe. Që e doktori dhe i thot, të lutem dështo se fëmija është i vdekur 7 ditësh. Në kjo se fëmija kështë vdekur 7 ditësh, nëna nuk do ishte efeksionuar në trupin e saj? Po. Me temperatura, me të hypte nga jeta. Atëre, bëri parashikime nëna dhe më tha, zdojnja Irin më ka nikur shpresat, dua të bëj një parashikim me ti. Unë jam me barë, por doktori tha që fëmija ka vdekur në barë. I thash dëgjo. Fëmija jote nuk ka vdekur. Fëmija jote është në jetë. Poj mam, kam letër e gegen, si toni juve. E këgë. I thash atë e gegen, merjani i vjet një doktorit të haj. Fëmija jote është të lutem të i përqenoj, mos u detiro të heqish fëmijën. Dhe shpëtoj. Në një rast të tillë, në një rast të tillë i parashikues i tha doktori, jepja letrën dhe me ta fusin Jo. E hëngri doktori letrën? Jo, një minutë, unë nuk bëj shaka, mos lozin e këto gjëra se nuk po lozin fare. Jo, nuk po lozin e. Po ti kishe thënë doktorit që... Ka shumë nëna që ngenen me barë, doktori i thot 2 muajshe, fëmija nuk është zhvilluar. Gënja se ku e din dhe 2 muaj që fëmija nuk është zhvilluar kur është një kokër oriz i vogël. Që s'kuptohet. Atëherë, nuk duan të zhvillojnë popullsin. Desin fëmijit me thot. Kja komplot. Komplot.